Qyteti i Zaporizhjas në juglindje të Ukrainës është goditur nga një seri sulmesh ruse që kanë shkaktuar viktima, plagosje dhe dëme të konsiderueshme materiale. Sipas autoriteteve ukrainase, të paktën një person ka humbur jetën dhe 7 të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve. Me njëherë pas goditjeve, ekipet e emergjencës u angazhuan në operacione shpëtimi dhe në shquarjen e zjarreve të shkaktuara nga shpërthimet. Pamjet e publikuara nga Shërbimi Shtetëror i Emergjencave të Ukrainës tregojnë zjarrfikësit duke luftuar me flakët në ndërtesat të dëmtuara, ekipet e shpëtimit duke ndihmuar banorët, përfshirë edhe fëmijë, si dhe automjete e emergjence që lëvizin nëpër rrugë të mbuluara me mbeturina dhe copëza ndërtesash. Sipas guvernatorit të rajonit të Zaporizhjas, Ivan Fedorov, qyteti është goditur nga 5 sulme të veçanta. Ai bëri të ditur se një banesë dhe një qendër tregtare u përfshin nga zjarri, ndërsa një institucion arsimor përsoi dëme. Autoritetet lokale vazhdojnë të vlerësojnë shkallën e dëmeve dhe të ofrojnë ndihmë për familjet e prekura. Ndërkohë, ekipet e emergjencës mbeten në terren për të siguruar zonat e goditura dhe për të shmangur rreziqe të tjera për banorët. Zaporizhja ka qenë shpesh objektiv i sulmeve që nga fillimi i luftës në Ukrainë, për shkak të rëndësisë së saj strategjike dhe afërsisë me vijat e frontit. Sulmi i fundit është një tjetër dëshmi e situatës së tensionuar të sigurisë në rajon, ndërsa luftimet mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdojnë pa shenja të një zgjidhjeje të afërt. Banorët e qytetit përballen çdo ditë me pasiguri dhe rrezik, ndërsa komuniteti ndërkombëtar vazhdon të ndjek me shqetësim zhvillimet në terren dhe pasojat humanitare të konfliktit.